Veshjet popullore të Gjirokastrës janë kthyer në një element të rëndësishëm të identitetit kulturor dhe në një aset të çmuar për turizmin në zonë. Familjet gjirokastrite po angazhohen për të restauruar dhe ruajtur kostumet e tyre popullore të trashëguara brez pas brezi, duke synuar që këto vlera të veçanta të përcillen tek të rinjt. Mjeshtria e njohur e qendisjes tradicionale Elizeta Hatika thekson se interesimi për restaurimin dhe mirëmbajtjen e veshjeve karakteristike të zonës ka ardhur gjithnjë e më shumë në rritje, duke pasqyruar trashëgimin e pasur të qytetit të Gurdh. Ka çdo ditë dhe më shumë prurje në atelien ton, kostume të vjetra të cilat restaurohen për të vendosur në korniza, në ambientet e tyre, restaurohen për të vendosur në arredimet e hoteleve apo bujtinave që po hapen çdo ditë, por edhe për të veshur gjatë kohës që ata kanë turist në ambientet e tyre dhe servirin gostin e parë për mirëseardhjen me këto kostume. Veçanërisht pjesa e Gjirokastrës, Lunxhërisë, që kanë kostume vërtet shumë të vjetra dhe është një kënaqësi e madhe për mua që merrem me restaurimin e tyre, sepse në çdo kostum zbuloj teknika dhe element të ndryshëm të veshjes që kompletoj të gjithë zinxhirin e kostumografisë gjirokastrite. Qendistarja Gjirokastrite evidenton faktin se ka restauruar veshje popullore me moshë 10 vjeçare duke bërë të mundur ruajtjen dhe transmetimin tek brezat e rinj të këtyre vlerave. Ajo e cilëson të domosdoshme mirëmbajtjen e veshjeve karakteristike të vjetra si simbolika të traditës sonë popullore. Kemi një kostum që kemi restauruar që ka qenë 120 vjeçar, kemi një lek mbi 130 vjet, që nga koha e martesës së gjyshërve të tyre dhe sot e posedojnë niprit. Por nuk kemi një datë të saktë dhe një vit të saktë. Themi se vërtet diku te 100-120 vjet kostumet që ne restaurojmë. Gjirokastra është një ndër zonat më të pasura të Shqipërisë sa i përket folklorit dhe trashëgimisë etnografike. Kostumet popullore janë një nga simbolet më autentike të kësaj kulture, duke pasqyruar mjeshtërinë dhe traditën e brezave të shkuar.